këngën Dashnia. Kjo është një projekt i përfunduar, apo jo? Po. Dashnia, do të thonë, kënga e parë ka qenë kjo. Dhe unë do të thotë kam qenë në TikTok, kam hi në ato live-et e mia si ma heret, tash pak jam shkëput, edhe aty do të thotë kam pas shumë ftesa që më kanë bo, eja të bëjmë një kongë, ki zonin ja vlen të bësh një kongë e kështu. Normal që une do të thotë ëndrat e tua edhe talentin tonë nuk mundet me ta hup asnjëri, edhe mu merr dhe momenti që ta vërtetoj këto dhe ta testoj ta marr plotësisht. Normal që kam pas frikë si do ta presin njerëzit, e kupton do të thotë si do të jetë, ishte konga e parë, por fatmirësisht ka shku tepër mirë edhe kanë prit shumë mirë kongën e parë, tepër. Pastaj kam pas bashkëpunim me një këngëtar Turapi, edhe tash kongën tjetër edhe këto kam një farë si lloj bashkëpunimi. Shumë mirë, na gëzon shumë, por përpara se të filloj ndoshta me muzikën kështu, që të realizoj projektin, anën tjetër ti ishe mjaft aktive edhe në TikTok, në rrjetin tuaj social. Jo pse nuk je në të tjerat, po ashtu të njohim më shumë në TikTok si një influencere, edhe për produkte ndryshme, po kur edhe shpalos për ditëshmërinë tënde, që më tepër edhe me familjarët e tu, kjo e bën diçka që të jetë më afër, sepse ti po i ndan storyt e tua personale, jetës tënde të përditshme. Shumë e vërtet. Do të thotë jetën tam personale nuk e moj private, por e qës në për gjitha rrjetet sociale. Pa pik problemi për shkak se nuk më ka bo kjo diçka që mu një keq, ose kom pas kritika ose diçka. Bashkëshortin e kam çdo herë, dhe më thonë, për krahas tepër të mirë. Edhe me fëmijët e mi bojmë shumë TikToka, kështu, do të thotë video. Edhe jam shumë e kënaqshme. Normal, ato përfitimet janë prej këtyre rrjeteve sociale, ju e dini, edhe janë tepër të mira. Pastaj kemi shumë bashkëpunime, kollab me reklama të ndryshme, si në Kosovë, edhe atje në Gjermani, edhe jam shumë e kënaqshme. Për momentin po e shohim. Po, kjo ka ndodhur. Po, më falë. Isha duke thënë që për momentin po e shohim një video e cila po transmetohet ti teksa je duke i rehatuar atë dhomën e ndenjës, dhomën e ditës. E bën këtë shumë shpesh se kemi parë nga dhoma e pjetjes deri në cepin e fundit të shtëpisë. Po, këto videot janë, do më thonë, që po duhen shumë prej njerëzve, për i pëlqejnë, edhe për atë arsye unë do të thotë jam influencer dhe kom qef që ti motivoj gjitha gratë, nanat që t'jenë aktive edhe të bojnë sa ma shumë, për shkak se përfitimet janë të mira, pse mos bojnë video edhe ato. Përderisa janë duke ndajtur në shtëpi, e me fëmijët e tyre, do më thonë kjo nuk është diçka që nuk pranohet, ose është diçka jo e mirë, për shembull i mirë, por kjo është një shembull tepër i mirë edhe është shumë familjare. Ndërsa dikush nuk është në disponime më të mirë të mundshëm për me u zgju nga gjumi edhe direkt me fillu me punët të shtëpisë, se e shoh një video të flutrës, do të që inspirohen. Ka pasur raste të këtilla, merr komente? Po, komente ka pa fund, patjetër, komente ka pa fund, mirë, po normal që kemi ne edhe menaxherin që kujdes